mbi derën kryesore shkruhet fjalia me fat dhe të gjithë lutën që fati t'i përcjell deri të dalin nga aty. Ky, një mëngjesiri e një tjetër ditë pune e zakonshme për minatorët e Trepshës. Me helmetat në kokë dhe pajisjet e punës në duar, ata përgatitën të zbresin qindra metra nën tokë, aty ku errësira, pluhuri dhe rreziku janë pjesë e përditshmërisë. Udhëtimi drejt nën tokës nis me gjeologun Jashar Fejzullahu, i cili tregon nga afër se si zhvillohet puna e minatorëve të Trepshës. Në horizontin e 10, ku organizohet ndërrimi i punës, minatorët marrin detyrat dhe shpërndahen në vendet e caktuara. Në këtë zyre është mbikëqyrë sa punëtorëve këto merret orari për punë, shpërndahen punëtorët në vendat punës edhe kryen ndërrime prapë kthehen këtu. Rreth 800 metra nën tokë, puna vazhdon pa ndërprerje. Në horizontin e 11, minatorët thonë se përballen çdo ditë me kushte të vështira, temperatura të larta dhe lagështi të madhe. Momentalisht jemi afërsisht 800 metra nën tokë dhe bashkë do të shkojmë të shohim se si zhvillohet puna çdo ditë në horizontin e 11 nga minatorët e Trepshës. Në këtë thellësi gjendet edhe një burim uji termomineral me temperaturë të lartë, që është karakteristik e kësaj zone të minierës. Këtu gjendem në horizontin e 11 të minierës Trepsha në Stantarg. Në thellësi afër 800 metra jemi të ujit termomineral, që ka një temperaturë deri 50 gradë Celsius dhe ka një prurje prej 80 litrave në minutë. Në Trepsh, shpesh vijnë edhe vizitorë ndërkombëtar për të parë nga afër mënyrën se si zhvillohet puna, shton Fejzullahu. Zakonisht në minierën e Trepshës i shoqëroj edhe vizitorët, që vinë zakonisht më shumë ndërkombëtar, zakonisht kfar janë më shumë. Unë zakonisht i shoqëroj dhe e njoftoj për punën që zhvillohet në minierë, që bëhet eksploatimi i xehes, punëtorët që marrin orarin, anët e punës. Ma shumë të përshtypje kanë kur i shohin punëtorët kolegët që kanë vullnet, e kanë vullnetin e punës më të madh. Edhe pse kushtet e vështira të punës ata vullnetin e kanë, murën e kanë. Për turistët, një përvojë e rrallë për minatorët përditshmëri. Rasim Gjinovci prej vitesh zbret çdo ditë në nën tokë për të kryer punën e xehetarit. Ai tregon se si nis dhe si zhvillohet një ndërrim i zakonshëm pune. Po zakonisht na fillojna në ndrimin e parë fillojna në 7 orë me mëngjesit. E përfundojna në 2:30. Mëngjes si të vina si të marrim orarin nga shefi ose mbikëqyrë si inxhinierat, vina vazhdojmë me qyrën punishten, mas pari e kobatëm. E shpurdhëm, e këshyrëm ku është rrezik, i hjekëm rreziqet. Atëherë fillojmë i ngrehëm cevat e marrëm makinën shkuse, fillojmë me shku, e bojmë shpimin, atëherë dhe pas shpimit ja nisim i mbushëm pusht. Mas orës 1:30, atëherë i ndezmi pusht. Po zakonisht gjithë minierë është gjithmonë e rrezikshme. Gjithmonë po e këshyrëm edhe inshallah na ruan Zoti mas bori edhe pjesa e këtyre stafit inxhinierik, drejtorave këtu vinë zakonisht e kontrollojnë edhe ata, po mas shumë të mi kontrollojnë në xehtarët. Kështu që inshallah na ruan Zoti. Megjithatë, ai thotë se kushtet e punës vazhdojnë të mbesin të vështira dhe pajisjet me të cilat punojnë janë të vjetruara. Vallai, kënaqen as litro. Po, çka kemë më bon, na ka ardhur puna që na ka ardhur, se të kënaqur nuk jemi mas pari, i kemi mjetet e stërvjetruar. I kemi mjetet e viteve 70-ta. Minierë në Trepsh nuk ka investime. Nuk ka investime nga qeveria vetë
vetë produkt, vetë e shesëm, vetë pagumi. Ndodhe që ka njëherë kena pas vonesat pago, po që tash për momentin pak ma mirë kemi pushtet, po që më bëjë qështu si gjithë. Zakonisht edhe jem agjerushëm. Ndërminatorët që kanë kaluar pothuajse gjithë jetën në këtë mënyrë është edhe Gani Osmani, i cili u punsua në vitin 1981, kur ishte vetëm 19 vjeç. Jam me profesion teknik zetaris, jam me punsu në vitin 1981, dhe më në 20-10-1981 jam me punsu, këtë vetë, në vetin mu i bëj 45 vite që jam punsu minje. Jam punsu në moshën 19 vjeqare, në fillim ka qenë shumë shtirë. Unë profesionin e kom pas qashtë në shkollë teknike, kom qenë teknike zetaris, mirë pa ato që i kena mësu në shkollë, që i kena si jenë kom këtë si nënra, kur i marrë këtë këtë tjetët që ka o dalë. Unë parën di që i marrë dhe kom fillu më kujtu e se sëtë ndërimin e tretë, në horizontin e 5, mirë po mu ka dukë shumë shtirë edhe nuk kom besu që kom i kalu këtë jetën, kom thonë mu isha me dalë njëherë, mo kurs kom e hi. Mirë po, në atë kohë edhe shoqënia mirë edhe adaptimi, dhe më honë joshja, adaptimi, ka dalë edhe dikur mu ka bo, jena bo si një familje edhe dikur mas një kohë mu gatke dhe me orë në punë. Dhe më honë, punë e shtire, e rëzikshme, shtire, plënë, gasë, në atë gjitha, mirë po vullneti edhe shoqënia, normal që edhe çështjet sociale, familja, gjendja ekonomike, në atë kohë kom pak kushtet më të shtira. Ne kem pos Mitrovica, s'ka pos tuk pjellora, s'ka pos turizma, s'ka pos kur gjë ne kena pos Trepçën, dhe më veç industria konë edhe minjerat jenë konë të zhvillume. Edhe në atë kohë ma letë u duhet më ardhë për shembull për me hi në punë minjerë. Edhe familjarët tonë, edhe baba jam edhe me gjallarët, edhe kërë familjarët kanë punu që e kemi edhe si tradit. Gjatë më shumë se 4 dekadave, a i thotë se ka përjetuar shumë momente të vështira, përfshirë edhe aksidente tragjike. Unë kam me dalë edhe një vete kam në penzion, mirë po këtë kom përjetu gjithçka, kom përjetu të liras të tronë, edhe të mira edhe të këqija, po këtë ka pas edhe lëndime, ka pas edhe kështë vdekje tragjike, dhe më gjithçka, ma të shtiri kena përjetu këtë vdekje tragjike, në kom po vetë me sy, mirë po kena kalu, apet në familje kena kalu mirë. Megjithatë, për të dhe shumë kolegë të tij, Trepça mbetet jo vetëm vend pune, por edhe traditë familjare. Sipas tij, minatorët kanë dhënë kontribut të madh ndër vite, por sot përballen me shumë pasiguri, veçanërisht për të ardhmen e tyre pas pensionimit. Sot Trepça nuk është në gjendje, është në gjendje vështirë financiare. Unë shpresoj që një të ardhme të afërt duhet me investu qeveria në Trepçe, me investu me fuqi punëtore, me teknologji të re, edhe me apohojnë edhe Kosova. Këtë buta na nje, Trepçen si minjerë më të madhe në Evropë, por na vetë nuk e njohë. Për neve s'ka të regullu në kështë. Na kena mendu që këtë nërësh ko mendu. Unë jem pjesëmarrës i greves, të nënësit pjesëmarrës i marshit një vetë ma përpora që këna qenë Prishtinë. Këtë këtu kanë qenë na që këna reziku e sakrifiku për shtetë. Dhe më honë, kur përmerën pavarësia Kosovës ditëlindja, në ndërth parat është edhe greva. Unë edhe shokët e mi, na ke mendu që këtë nërësh ko mendu. Kur të vim na me njerë, na që kontributit që këna dhonë, ka më bo një penzioni dinitetshëm, kanë me na që të shpija, keni punu me në pensionin, një ligje veçantë për minatorë, me morë punëtorë të ri, mërë po kjo ka ndodhë kejt e kontrata, që kërkur se ka mendu. Një grup i kanë marë shokë tonë, një grup i kanë që penzion para këshëm, ja kanë 50 ere plus një farë lojë sociali, diku 150 ere si kanë marë krejt, të punu hamadhë punëtorë të Trepçës, edhe sot na po shkojmë pa penzion. Dhe më nuk kem kontribut dhënë si jemë. Përpara ka dalë në penzion që prindin të me kam që ka qenë 5.000 ka rritë, ka bletu, ka marru shpinë në Mitrovic, edhe ja ka dalë me një rogë. Së me një rogë që i ko Trepça, nuk më një delë një përsan. Një njëri, një antari familjes nuk e delë një rogë. Penzioni nuk është i regullum, delë si kuraj që ka punu 45 vjetë, si kuraj që s'ka punu kur. Dhe më honë nuk ka të regullum kërqish. Kjo brengën më të modhe edhe shqecimin më të modhe ne kanë punëtur
qëto. Nuk e ka shumë punën e shtirë. Po kur t'i afrohet mosha e pensionit, aje ka brengën e shqetësimin qysh ka me dalë në pension, qysh do me ja dalë me qatë pagë. Nga ana tjetër, drejtori i minierës, Shoqëri Sadiku, thotë se pavarësisht sfidave, Trepça vazhdon të prodhojë dhe të gjenerojë të hyra. Sipas tij, vetëm gjatë vitit 2025 janë realizuar mbi 11.400.000 euro të hyra. Por ai thekson se për të përmirësuar kushtet e punës dhe për të zhvilluar më tej minierën, janë të domosdoshme investimet kapitale nga institucionet. Në Trepçë, se përket problemeve dhe kushteve, të gjithë të dim që kemë probleme në industri, sidomos në minierat nëntokësore, që ka nevojë me bëjë investime kapitale. Dhe nështë problemi kyç për momentin është që qeveria mendojnë të armën të bëjë investime kapitale. E vetmja mundësi është për zhvillimin ekonomik, po qas të sektorit mineral është investimet kapitale. Kushtet e minatore me vërtet janë trona dhe të vështira, për shkak që nuk ka investime prej mas luftës, për plasë ma tepër Trepça është më që problem social. Për minatorët e Trepçës, çdo ditë pune është një sfidë më vete, por pavarësisht rrezikut dhe vështirësive, punëtorët e Nëntokës vazhdojnë duke mbajtur gjallë një nga minierat më të njohura në rajon.